Vremisht një tupim I madh në Zhurë, ku në këtë tupim elektoral, pos kandidatit për kryetar nga PDK, Shaqir Totaj, ishin edhe shumë kandidat për kuvetar. Totaj premton se pas furnizimit me ujë 24 orë do të rriten investimet në mandatin e ri nga Zhuri, vata e arsimit, të dijes dhe lëvizjeve të mëdha kombëtare. Kryetari Totaj përcolli mesazhin e fuqishëm të fitores që po vjen më 12 tetor. Gjatë këtyre 4 vjeteve kemi investuar në Zhurë dhe gjithë komunën e Prizrenit, të sigurojmë furnizim me ujë 24 orë, rrugë moderne dhe infrastrukturë përcjellëse. Këto investime do të shumëfishohen në mandatin e ri, deklaroi Totaj. Ai theksoi se të tjerët I kanë llafet, ndërsa ne u grajmë punëve. Punët tona flasin më shumë se çdo fjalë. Totaj përfundoi fjalën e tij duke u shprehur se me 12 tetor Prizreni do ta volos edhe një herë drejtimin e duhur. Ju jeni ata që keni me përcaktu çka do të punojmë në Zhurë. Sepse varianta më e mira është me bë diagnozën. Kur të bën diagnozën, masonet terapia është e lehtë. E diagnozën kemi me bë bashkë me ju keni me na tregu çka ka nevojë Zhuri, edhe na natyrisht bashkërisht do t'i fusim ato si projekte përmes sistemit përcaktimit prioriteteve, edhe kadar një ka një do t'i realizojmë, sepse na njihem si njerëz të cilët I marrin premtimet, edhe këta kemi dëshmu, edhe do të vazhdojmë me një trend të tillë. Unë jam shumë I sigurt që mandati I ardhshëm do të jetë edhe më I suksesshëm se mandati I parashëm, për një arsye shumë thjeshtë. I kemi 4 vjet përvojë që nuk I kemi pas kur e kemi marrë mandatin e parë. Prandaj çfarë përvojë 4 vjeçare shtesë, me siguri do të na mëson që të jemi edhe më të suksesshëm. Për përmendi disa indikator të matshëm performancës që nuk u përmendën te tash. Jemi komuna më transparente në Kosovë sa I përket transparencës buxhetore. Jemi komuna më transparente sa I përket transparencës përgjithshme. Jemi komuna e cila ka fitu grantin e performancës e 2021 ka qenë shumë larg për grantin e performancës. Jemi komuna e cila prej 51 pikëve të performancës, si mas vlerësimit Ministrisë Pushtetit Lokal, kemi dalë në 83 pikë të performancës, që është një përmirësim prej 60% në krahasim me bazën. Jemi komuna e cila 85% të premtimeve I ka trajtu e 66% janë përfundu, veç 15% kanë met pa fillu. Të më thonë janë indikator të matshëm të performancës që të regojnë që qeverisja lokale, jo unë si kryetar, po komplet ekipi, kemi bërë punë serioze, edhe rezultati I mirë ka ardhur si rezultat I punës ekipore të drejtorave, të kabinetit, të asamblesë komunale, edhe mediat, edhe shoqënia civile, edhe kretë nga kanë ndihmu në punën tonë. Pra këtë arsye edhe na si komunë komplet dalim suksesshëm, edhe gjithë përfshirja është pikërisht një prej pikave shumë të rëndësishme ku një qytet si Prizreni që dallohet me diversitet e ka si pikë reference, edhe na mirëm shembull si komunë, si qytet e cila e respekton diversitetin, edhe ka gjithë përfshimin si pikë shumë të rëndësishme, edhe kjo natyrisht se do të vazhdojmë kështu. Kurse me këtë rast ka folur edhe kandidati Xhafer Hoxhaj se do të punoj për një Zhurë më të mirë. Jam jashtëzakonisht I lumtur që jo vetëm unë si kandidat, por si 23 vjeçar u ka dhënë mundësia me përfaqësuar një ide kaq të madhe, një region kaq të madh që është Zhuri me fshatrat përreth. Jam jashtëzakonisht I lumtur që në mision I hershëm I imi, mision I përjetshëm, rinia ka filluar të merr forma, të rafinohet brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Jam jashtëzakonisht I lumtur që për shkak djem me vajza të reja të filluar edhe këtu. Ka marrë hapësirën e durë dhe hapësirën e nevojshme në Partinë Demokratike të Kosovës. Në mëngjesin e sotëm ku zakonisht unë konsumoj kafe në një kafeterive të Zhurit këtu, vllai pyeti tha, ku e ki letrën e premtimeve? Ku e ki letrën që ti kimi u premtu njerëzve çka kimi realizu? Unë kam vesh një premtim bazë. Unë kam qenë zori edhe vesh juj për 4 vite të ardhshme në Asamblenë Komunale të Prizrenit.
Së fundmi dhe kryetari i këtij fshati, Berdi Hoxha, ka falendëruar zotërit Totaj për punët që janë bërë në këto 4 vite dhe ka theksuar se presim që në 4 vitet e ardhshme të ketë investime edhe më shumë në këtë fshat apo në fshatin më të madh të Kosovës. Zoti Totaj, ne kemi bindjen e fort, besimin e fort, sepse edhe në këto garë do të kesh mbështetjen e fuqishme nga ana e degës Partisë Demokratike në Zhurë. Kur flasim për degën e Partisë Demokratike, kuptohet me tonë degët që gravitojnë kuadër degës së Zhurit. Forim për reni, kulturë dhe sport. Brenda këtij mandatit është rregulluar kulla memoriale Remzia Devi. Kjo kull do të shërbej gjeneratave të reja, që nga memoria atë brezin, atë gjeneratën, ata njerëz që kanë sakrifikuar më shumti për këtë ri që sot e gëzojnë.